Këtu është horoskopi i martë 6 janar 2026. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Disa marrëdhënie dashurie do të kthehet në krizë, kjo është një luftë që çdo ditë ju sheh të pare. Në familje unë rekomandoj të flas vetëm nëse është e nevojshme. Demi. Betejë të vogla në shtëpi, por gjithçka do të kaloj. Dita e luftimeve me mjedisin, kushtojini vëmendje fjalëve. Binjaket. Gjëja e mirë është se ke mundësinë të rikthehesh në skenë dhe në këto ditë mund të marrësh edhe një propozim të veçantë ose të kesh një takim që zbulon një pasion të madh. Gaforja. Vala e forcës që përfaqëson në thelb një lloj revolucioni të vogël ose të madh në jetën tuaj. Marrëdhëniet me anëtarët meshkuj të familjes janë të favorizuara. Luani. Megjithatë, një ditë pak e shqetësuar, pas një periudhe të vështirë për dashurinë, më në fund largohemi për aventura të reja. Shfrytëzoni mundësitë e sotme. Mund të arrini rezultate të shkëlqyera, por me një virgjëresh, ka një luftë të vogël të ftohtë që po zhvillohet, keni kujdes. Virgjëresha. Këtu është një ditë e shkëlqyeshme për të sqaruar në dashuri dhe për të shijuar një relaks. Sot ka një tolerancë të mirë ndaj provokimeve të jashtme. Peshorja. Ata që ju rrethojnë do ta vërejnë forcën tuaj dhe do t'ju ndjekin me më shumë theks. Mundësi për ata që kërkojnë dashuri. Akrepi. Dita kushtuar buzëqeshjeve, qëndroni me njerëz të mirë, merrni pjesë në takime, do të vinë më shumë se një ftesë. Është një ditë që vendos disa kufi vetëm nga pikpamja fizike, kushtojini vëmendje lidhjeve me binjakët dhe shigjetarin. Shigjetari. Do të vëreni një energji të shkëlqyeshme dhe kjo natyrisht do t'ju ndihmojë në gjithçka, nëse doni të ndryshoni diçka mund ta bëni. Së shpejti do të zgjidhni gjithçka pozitivisht, maturinë me akrepin dhe kancerin. Bricjapi. Kur keni shumë për të bërë ose ka tensione për të kapërcyer, ju nuk flisni, dhe kjo mund t'i pushtojë njerëzit përreth jush. Pasigurit në dashuri, jini më pajtues në shtëpi. Nervozizëm sepse nuk e merrni atë që dëshironi. Lodhje. Ujori. Një mundësi në dashuri duhet menaxhuar me kujdes, veçanërisht nëse lind paralelisht me një histori që është prezente prej vitesh. Duhet të shërohesh. Peshqit. Përtatësia po vjen. Në dashuri ka nga ata që nuk përgjigjen. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.